Kjo aktivitet zhvillohet si për çdo vit në 14 mars, ditën e legjendës Apollonisë shqiptare Kujtim Majaci. Kur për çdo 14 mars, gjithë botë e sportit, siç e shikoni gjithashtu, trajnerat, ishoneti, miq, dashamirës, afrohen te shtatorja dhe bëjnë edhe ritualin e radhës për këtë legjendë. Dhe pas kësaj, shoqata e futbollit do zhvillojë një ndeshje, por në nder të Kujtimit në stadionin e Apollonisë. Ti si kujton Kujtim Majaci? Unë kam pasur fatin që kam lozur 3 kampionate me Kujtimin, nga 91 deri në 93. Për mua ka qenë nga sulmuesa më papërshtatshëm, jo vetëm në cilësitë e tij të mrekullueshme fizike dhe aftësive shënuese, por dhe si njeri. Mbaj mend që me Kujtimi kur lozë sulm, kundërshtari nuk lozë me 4 mbrojtësa, por lozë me 8 mbrojtësa. Sepse në çdo lëvizje të tija 4 mbrojtësa ishin pas Kujtimit. Dhe krijonte gjithmonë hapësirën e dur për të qenë i rrezikshëm në kashtin portës. Për mua ka qenë një eksperiencë e mrekullueshme. Kur shkriua presion Petrit Dulja, japët e parë të futbollit fjerak, eroj si Kujtim për presion Petrit Dulën, respekt për tërë profesorët që kanë kontribuar. Dhe këtu është një fotografi tjetër. Ky është shoku im, miku i fjerakëve, Kujtim Majaci. Shikoje. Kjo është tjetra vllaznia Apollonia. Respektoj tërë çunat e fjerit që sot janë mbledhur që e kujton miku Kujtim Majaci. Në rregull, të flash për Kujtim Majaci ndo një ditë një kohë të tërë. E kemi pritur, e kemi përcjellur. E kupton? Pa ka ngelur fjerak që e respektojnë. Dhe tashi, kush është Kujtim Majaci? Më është i madh Kujtim Majaci që 100 vite lindjen. Në kupton? E respektoj Piromani, Pirobardi, Nenç, Qikon Nenç, profesor Tahi Kastratin, Ben Mingën, të janë sportdashit të fjerak. Respekt dhe ta kujtojnë sa mshim Kujtim Majaci. Ky është Kujtim Majaci. Ky sot është aktivitet për nder të ish futbollistit dhe sportistit legjendar të Apollonisë dhe atij futbollit shqiptar, Kujtim Majacit. Ne si shoqata e ish futbollistave fjerak, në bashkëpunim me Bashkinë kemi organizuar këtë ditë sot, për arsye sepse sot është ne e përkujtojmë gjithmonë Kujtimin në ditën e lindjes së tij dhe jo në ditën e ndarjes nga jeta. Kështu që kjo traditë do vazhdoj, pothuajse për sa të kemi frym ne do ta vazhdojmë. Kështu që është gjë e mirë për qytetin e Fierit, sepse ky njeri jo vetëm që ka dhënë jetë, dhe i ka dhënë ato kënaqësi që nuk i ka dhënë askush tjetër, në kohën që ai ka qenë si futbollist ashtu edhe trajner. Kështu që ne jemi shumë mirënjohës veprës që ai ka lënë mbrapa. Po kemi edhe një ndeshje më pas simbolike? Atëherë, aktiviteti fillon me ceremoninë që ne po zhvillojmë tani. Mbas kësaj ne do shkojmë gjithë së bashku ish futbollistat dhe edhe sportdarës fjerak, të cilët kanë ata nostalgjinë e asaj atij futbollit shkëlqyer ka pas ekipi Apollonisë në ato vite. Do shkojmë në stadion, do bëjmë një ndeshje simbolike midis njëri tjetrit veteranëve të Apollonisë dhe një brezi tjetër që është pak më i ri. Dhe mbas kësaj ndeshje ne do shkojmë në një drek të përbashkët ku do mblidhemi të gjithë të pothuajse disa breza që kanë pasuar njëra tjetrën në ekipin e futbollit. Sot bën 64 vjet nga lindja e legjendës futbollit fjerak Kujtim Majaci dhe në çdo vit ne organizojmë kupën Kujtim Majaci. Federata Shqiptare e Futbollit dhe Zyra Rajonale e Futbollit Fier merr pjesë duke evidentuar figurat më të mira të futbollit shqiptar dhe duke i promovuar për brezat e rinj. Dje ne ishim në Lushje, bëm kupën Altin Çuko, bashkë me Bashkinë Lushje, me Federatën, me Zyrën, një figurë po e futbollit që ishte ndarë nga jeta një vit më parë, dhe kjo është një suport që shoqata, federata jep për të promovuar figurat e futbollit. Atëherë për të rinjt, për fëmijët që kanë dëshirë të merren me futboll. Ne prandaj organizojmë këto që brezat e rinj të mësojnë për këto figurat të lavdishme edhe të suksesshme të futbollit fjerak. Atëherë sa ekipe ka Apollonia në akademinë e saj dhe sa ekipe futbolli ka që janë jashtë Apollonisë? Apollonia ka ekipe e saj, kurse akademia në futbollin e Fierit janë disa, janë mbi 20 akademi që operojnë në shoqatën rajonale të Fierit.
Po atëherë sa fëmijë janë gjithsej që merren me futboll? Me futbollin në shoqatën rajonale janë afërsisht 2000 sa fëmijë, vajzat e djem. Pra të organizuar në ekipe, Për në ekipe po. kemi kampionate. Kampionate të rregulla djem vajza. Po si funksionon kampionati? Atëherë bëhen ndeshjet eliminatore dhe pastaj kemi një ekip kampion të Ndeshjet organizohet me short, sipas moshave. Janë të ndara. Moshat U6, U7, U8, U9, U11, 12, 13 që organizohen. Dhe bëhen në bazë të shoqatës, duke parë dhe afërsinë që mos ketë sa më pak lëvizje të kufizora që më duhet organizohet dhe fituesit e këtyre dalin dhe bëjmë play-offin dhe për të nxjerrë ekipi fitues. po në rang kombëtar. Bëhet në fillim në rang shoqate. Shoqata rajonale janë. Federata ka 8 shoqata rajonale. Një nga ato është edhe shoqata e Fierit, që përmban Lushnjën, Bashkinë Lushje, Bashkinë Divjak, Mallakastër, Roskovec, Berat, Kuçov, Vlorë, Orikum, domethënë është një shoqatë domethënë që ka goxha ekipe. Për kujtuar në këtë ditë të madhe Kupën Kujtim Majasi, çfarë mesazhi keni për fëmijët dhe të rinjt që duan të merren me sport? Mesazhi im radh parë është për futbollin fierak, që duhet urgjentisht të ngrihet në nivelet ku e meriton për të jetë. Dhe në bazë të këtyre figurave që promovojnë, brezat e rinj duhet të mësojnë se çfarë historie ka ky klub. Është një klub që ka një histori shumë të mirë. Ka patur futbollistë shumë të talentuar, një ndër tyre është Deputi Majaci. Prandaj qëllimi i këtyre është që fëmijët të mësojnë të bëhen futbollistë të denj për këtë klub. Kam privilegjin të jem dhe si përfaqësues i bashkisë, por emocionalisht do të jem për herë pranë një nga miqtë më të afërt të Deputi Majacit në gjithë jetën e tij. Kam patur fatin ta njoh që në fëmijëri, kemi bërë arsimin 8 vjeçar, kaluam rinin, u burruam, u martuam dhe Zoti na e mori përpara kohë Deputi Majacit. Deputi Majaci është vlerësuar nga pushteti lokal, nga federata dhe nga shumë institucione të tjera. Por të gjitha këto janë gjëra shumë të vogla përtej madhështisë së këtij njeriu. Për çfarë bëri ai si futbollist dhe si qytetar model i qytetit Fierit. Doja të ndaja me ju miqtë e mi disa momente përtej futbollit, se për futbollin ka kush flet. Te profesor Pirua flasin shokët e tij dhe plot njerëz që janë specialistë të kësaj fushë. Doja të ndaja me ju famën, si administroi Kujtim Majaci famën. Siç e dini miqtë e mi, fama është helmi më i madh për njerëzit e suksesshëm. Por modestia e këtij njeriu dhe njerëzillëku që kishte ai e kaloi në mënyrën më të mirë. Me dashurinë për miq, për shok, për familjen, ishte njeriu i gjithë qytetit. Kujtim Majaci u lind nga 2 prindër mirë dhe 2 motra shumë të dashura. Dhe po me këtë dashuri krijoi familjen e vet, me gruan e tij lidhen dhe me 3 fëmijët e tij. Kujtim Majaci ishte një futbollist i madh, siç quhet legjend e futbollit fierak, por ishte një qytetar i devotshëm. Ishte një qytetar model. Besoj në takon neve të gjithëve që shembullin e Kujtim Majacit ta promovojnë dhe të mos harrojnë kurrë. Shembulli i tij besoj për të gjithë brezat e ardhshëm shërben si një burim optimizmi dhe një shembull ku mund të përshtasim të gjitha lojën e futbollit, njeriun e mirë, qytetarin e mirë dhe qytetarin model të qytetit. Si qytetar model i këtij qyteti, besoj se meriton respektin e duhur në këtë qytet, siç e ka dashur atëherë, e do sot dhe ka për të dashur për të jetën. Besoj se jeni përshjen anë mbar botës ku ka fierak, po të zësh emrin e Kujtim Majacit, të gjithë vjen nostalgji. Pra është kjo nostalgji që na mbledh neve këtu sot dhe që na bën të jemi krenar për të bust që miqtë e tij e kanë ngritur në piedestal. Doja të bëja edhe një thirrje të gjithë dashamirësve të sportit. Ky qytet ka memorie. Siç ka memorie në gjitha fushat e jetës, duhet të ketë memorie edhe për sportin. Prandaj na takon ne të gjithëve që këto figura, si Kujtim Majaci dhe të tjerë sportistë të këtij qyteti, t'i promovojnë
dhe t'jahu për cilin brezave të ardhshëm. Ju falemnderit.